Ndërsa tani do të ndjekim rrëfimet e disa grave të cilat u bën bashk për të fuqizuar punën bujqësore përmes një shoqate, e që qëllimi i tyre është promovimi i produkteve vendore. E ndjekim bashk. Nga duart punëtore të grave të zonave rurale, lindi Gigva, një shoqat që bashkon gratë të forta, të cilat kultivojnë tokën, përpunojnë prodhime vendore dhe ruajnë traditat. Kur gratë bashkohen me vullnet, vizion dhe përkraje, lind ndryshimi i vërtet. Ne si grup i grave dhe vajzave aktive kemi nisur rrugtimin ton nga zeroja. Shpesh në kushte të vështira jetese, por me një besim të palëkundur se puna për kushtimi dhe solidariteti e krijojnë mundësi të reja. Vizioni ynë është fuqizimi i grave vajzave veçanërisht në zonat rurale. Përmes trajnimeve, bashkëpunimit dhe mbështetjes së ndërsjellët, kjo shoqat u jep grave mundësi të rriten profesionalisht, të forcojnë pavarësinë ekonomike dhe të shndrojnë punën e tyre në histori suksesi. Unë ju inkurajoj të bashkëbisedoni, të shkoni në zyret e tyne të drejtorive të bujqësisë, të veni edhe në zyret e Ministrisë së Bujqësisë, sepse qëllimi juj, fuqizimi juj nuk mund të bëhet pa mbështetje të këtyne drejtorive dhe pa mbështetje të institucioneve në nivelin qendror dhe lokal. Dhe ato e kum po, sa e rëndësishme është ushqimi i sigurt. Ato e kum po, sa e rëndësishme është toka që prodhohet sipas kushteve dhe kritereve që janë në harmoni me secilin ligj, dhe ato e kum po. Dhe çdo ditë e shoh sikur jo edhe në familje dhe në shtëpi se kemi nevojë për ushqim të sigurt. Kam 50 kam në kumull, jam 550 trupa. Atu kumulla don shumë shpejt pjeket edhe shumë shpejt do më përpunu. Po dhe shes kumullin kështu bio, po edhe përpunaj. Sa ka qenë e vështirë si grua me dëpërtu në tregjet tona? E shtirë ka qenë, e shtirë, po me punën e mirë, me vullnetin, pa lodhshëm. E ke ndryshu çmimet vetë pas vitit, e pas parasysh standardet se si po rritet? Unë jo që 2 vitet e fundit jam me të njëjtin çmim. Cili kish me qenë një mesazh për vajzat e reja? Unë për vajzat e reja e gra, për shembull që si jam bise që s'munden me gjetë veten, ju kisha thonë që të provoj me pak sen si korone. Me shumë pak sa një akum njës, po ku mas kohë hap mas hapi, ku më rride i këto. Sa është e letë me dëpërtu si grua? Sa është paragjykuse? Ke pas paragjykime në fillim? Paragjykime ka shumë, fillim po me njës më mirë me paragjykime me thashet tonë ishëm ato ku jena. Po e këna ka punën me zemër, me vullnet edhe si ngojnë ato. A mendon që vlerësoni në Kosovë, vlerësohet bujqësia? Ma merë menja po, ku mu vlerësu, që ta shkohet fundit bile shumë, se dhe që tash nuk ka pos, por shumë vi për kraje vle, po që ta shumë, si do mos të gratë të femnat. Jena një grupi grave, jena të bashkume, punojna krejt, do me rrën me gatime, do me përpunime, do me torshia, po kryesisht krejt jena gratë që punojna, e dojna punën. Tregome pak a shumë gatimet e tua tradicionale dhe si i punon, si i përgadit. E bëj gatimet me zemër, me shpirt, e dukit punë si fëmija këmë do është gjithë, edhe i bëj në mënyrë... mësimet e para? Prej vjerës tem. E këmë cek edhe në intervist, vjera o konë, po, kur ju martu, në fakt, ju martu shumë e re dhe absolut s'kum ditë kur gjo, edhe vjera më ka mësu. Ta shtë gatimet e mija jonë qysh i ka gatu vjera, në mënyrë tradicionale. Besoj që edhe shërbetin e këtë pjesën e pjekjes... Pjesën që i pjeki me dru, shërbetin e mboj qysh e kënë mbohe, vjera jam, do me thonë një ore zi shërbetin, po e kom baklovat më duket veçanta. Po flijat? Edhe flijat po ashtu se i bëj me soqa, me maz të fshatit, se ne kena mollin tonë edhe i kena drut tona, po ashtu me maz edhe flijat del normal që del me veçanta është. Po, e vërtet. Sa shkon kështu një tepsit temi?
Po shembull që kjo është 25 euro. Me copë shkon 1 euro copa, më varet është çfarë madhësie, po jo me çmime jam që 3 vite me këto çmime absolut edhe pse janë shtrajtueshëm. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Çka mendon me u zgjeru apo Mendoj që me pas një s'po di qysh me thonë, si lloj si një fabrikë të vogël, që me punësu edhe tjera grasë, në sezon, tash në vitrin Bajram po marrë, po marrë në përfisa se s'moj mja dollë, qa kom kërkesa, mendoj me rritë normal që me i bledo mjete ma shumë, se kom fillu pejt zerës me mjete, po asë një herë s'm ka nollë, pëse nuk i kom pas mjetet, që më nollë mus me punu punën, po atë që kom vullnetin, e du kitë punë thjesht, e du. Shoqata shërben si një hapësirë ku idetë marrin formë, produktet marrin vlerë dhe zëri i grave bëhet më i fuqishëm në komunitet.